dijeni se nuk di vjen fundi mirë duke qenë gjënohet vazhdueshme. O bo si aktualitet, që me thonë si mod me përmen vdekjen në për motele. Nuk paragjykojmë për kërkon, se mund tjetë njeriu duke udhëtu edhe me qenë edhe me familjen e vetë. Ato s'pi paramendojmë. Mirë po, janë të raste tjera që nuk është mirë me qenë atje. Bile është haram. E ta është të dikush, e qysh ka mundësi i erë fundi. Kështu, se të njetën e ka pas me gjënoha me gabime. Të njetën e ka pas me mashtrime. Të njetën e ka pas me dredhina. Të njetën e ka pas me dollovere. Edhe nuk ja mundësën Zoti në fund me jarë me la ilaha illallah, harajat muhabet. Të tradhëtën vetvetja, të mashtën vetvetja, se qka të thëtë, hajtë se dhe pak, hajtë se dhe pak, hajtë se si ke bu 40, hajtë se si ke bu 50, hajtë se si ke bu 60, hajtë se si ke bu 70, 80, 90, 100, edhe të vjen me leku i vdekjes. Të tradhëtën qysh e ke tradhëtu ti vetën, të tradhëton qka vetvetja edhe në momentet e vdekjes, edhe s'djen vdekja me shahadet hiq, as s'djen vdekja me punë të mira hiq. Se ti nuk e menu mirë për Allah, se me pas menu, më fani që po shprejnë atë ti, se nuk është ti, po ai që s'është këto, nuk ka menu mirë për Allahun, ka menu keq, se me pas mendu mirë për Allahun, i shpendue. Po së shpendua i se e ka ditë që ka me bu prap një gjëna nesër, o pendove dhe nesër. Po ka me bu një gjëna pas nesër, nashta, o pendove dhe pas nesër. Pendohu mas çdo gjënahi i vogël apo i madh qoftë. E dini që Allahu të falë. Edhe nëse bjen gjëna prap, që nuk do më thonë që duhet me ra vllazni, nuk do të me ra në gjëna, po qëtë nëzani taksirati, ra një gjëna tjetër. E le për gojimin, tash ren thashe thëme, pendove dhe piksajta. I le thashe thëme, tash shka? Interesimi për punë që s'të interesën ty, as që s'përkasin ty. Pendove dhe për i kësaj. Një tjetër, pendove, deri sa Allahu dhe bindet, që Allahu e dirë ma mirë se ti, po Allahu, do me thonë, e shef qarë që ti aj që e shpresën kanë faljen e Zotit. Ti aj që din vetën që i gjënashqar, që i më katar, edhe Allahu qka, kur të falë edhe të largën. Kur dërzohesh nuk mënesh më largu pe haramit, pe gjënahit. Ki mendim të mirë të këzotit, lote, o Zot bëma një qare, o Zot bëma një zgjidhje, o Zot largëm se jem të u shkatërue, o Zot nuk po muna, jem dërzu, jem shtet për muri, bëma një zgjidhje, o Zot unë ty ta lash në dorë vetën, bësh ka dush me mua. Amo unë e di që ti o Zot mos më shgënjen, se ke shgënjë kërkon. Si ke shgënjë as jo besimtarët, si ke shgënjë edhe ata që po bëjnë shpifje për ty o Zot, edhe për ata që po thojnë ki e shok, edhe për ata që po thojnë ki djalë apo vajza apo diçka të ngjeshme. Edhe ata nuk i ke shgënjë. Andaj jemi bindur që as mos kime më shgënjë. Edhe kimi pa çka rezultatet. Kimi pa rezultat.